Pija që do të largoj erën e keqe të gojës në vetëm 5 minuta, ju nevojiten vetëm këto 3 përbërës. Gjithmonë disa ushqime ose thjesht bakteret në gojë mund të shkaktojnë aroma të këqija të gojës, ndërkohë që respektojmë me përpikmëri rregullat e higjienës orale, ndërsa në treg ka mira, gargara dhe pasta dhëmbësh që zgjidhin problemin, ato janë edhe produkte të shtrenjta dhe me kimikate. Por ekzistojnë edhe mënyra natyrale për frymëmarrjen e këndshme. Një pomadë nga produktet e lehta të gjeneruara në mënyrë ekonomike bimore janë të rëndësishme për këto raste. Do ju duhen 2 limona, një gotë me ujë të vakët, gjysmë lugë kanellë, një lugë gjedhës së buke, një lugë me mjaltë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Lëngun e limonit me mjaltë dhe kanellë vendosni në një shishe dhe i përzjeni. Shtoheni sodën e bukës dhe ujin e vakët dhe rrihni përzierjen mirë në shishen tuaj. Përdorni 2 lugë gjedhe në ditë nga kjo përzierje dhe bëni gargar dhe më pas e përshtyni.